Përshëndetje të gjithëve, jam tek librari Leximtari në Ring Center, ku mund të gjeni librin tim, po jo vetëm fizikisht, mund ta gjeni edhe online në faqen e webit të Leximtari.al. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për të gjithë interesin dhe mesazhet e bukura që më keni dërguar për librin, dhe të gjithë ata që kanë hapur faqet e këtij libri, duke prekur në këtë mënyrë edhe faqet e shpërtësim. Libri për të gjithë ata që ndoshta nuk e kanë në duar, është një histori shumë interesante, një histori që është kaq aktuale për sa i përket Shqipërisë, por ndoshta edhe më gjerë, dhuna në familje. Dhuna në familje, rasti një vajze që rritet në dhunë në familje, dhe ciklet të përsëritura që ndonjëherë për fatin tonë të ndodhin dhe ne i takojmë në jetën tonë. Kështu që sa e rëndësishme është që mos pjesh më pjesë të këtyre cikleve dhe sa e rëndësishme është që ti ndërpresësh të cikle, të kesh besimin te vetja dhe ndërkohë të shpëtosh veten tënde, por në rastin e vajzës së fjalë të shpëtoj edhe fëmijën e saj. Kështu që pres me padurim të gjithë feedbacket e tuaja, për ata që do të lexojnë librin, edhe një herë do t'ju falenderoj nga zemra për të gjithë mbështetjen dhe për të gjitha mesazhet e bukura që i nisni këtë mëngjes. Mirupafshim.